Ja pra, që unë po mësoj autohipnozën për të lehtësuar dhimbjet e mia shpirtërore dhe trupore. Jam i shtrirë në këtë moment dhe filloj duke vëzhguar me syrin e mendjes këmbët e mia, kofshat, legenin, kurrizin, shpatullat, krahët dhe koka. Ja pra që bëj një vëzhgim të gjithë trupit tim, siç ndodh në këtë moment. Dhe filloj të vëzhgoj në trupin tim frymarrjen time. Dhe filloj të vëzhgoj në trupin tim frymarrjen e thellë, e qetë dhe e thellë. Jam i qetë. Ndjej që trupi im dhe frymarrja ime po qetësohet gjithmonë dhe më shumë. Filloj të vëzhgoj krahun tim të djathtë me syrin e mendjes. Filloj ta vëzhgoj nga brenda. Ja pra që krahu im i djathtë bëhet gjithmonë dhe më i rënd, i qetë, i rënd si një plumb. Po vëzhgoj që edhe krahu im i majt po bëhet i rënd, gjithmonë dhe më i rënd si një plumb. I rënd. Krahu im i djathtë është i rënd, siç është i rënd edhe krahu im i majt. Krahu im i djathtë është i rënd, siç është i rënd edhe krahu im i majt. Shoh që kam dëshirë të mbyll syt, gjithmonë dhe më shumë, për të shkuar akoma më thellë në këtë relaksim. Dhe vëzhgoj këmbët e mia dhe i ndjej nga brenda, që janë gjithmonë dhe më të rënda. Këmbët janë të rënda, gjithmonë dhe më të rënda. Siç është i rënd krahu i djathtë, siç është i rënd edhe krahu i majt. I rënd, gjithmonë dhe më i rënd. I rënd, gjithmonë dhe më i rënd. Gjithë trupi im po bëhet gjithmonë dhe më i rënd. Janë të rënda krahët, janë të rënda këmbët. Është i rënd gjithë trupi im peshon, gjithë muskulatura po peshon, gjithmonë dhe më shumë. Unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Fytyra dhe balli im është relaksuar, siç janë të relaksuar muskujt e ballit, muskujt e fytyrës, siç janë të relaksuar muskujt e gojës. Jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë, në ndjenje të relaksuar. Unë relaksohem gjithmonë dhe më shumë. Ja pra që ndjej dhe një lloj ngrohtësie te krahu im i djathtë, siç ndjej një lloj ngrohtësie te krahu im i majt. Ajo ngrohtësi që shpesh e kam përjetuar një ditë të bukur në plazh, kur kam qenë i shtrirë në një rër të ngrohtë. Gjithë trupi im është i ngrohtë. Është i ngrohtë krahu im i majt, është i ngrohtë krahu im i djathtë. I ngrohtë krahu im i majt, është i ngrohtë krahu im i djathtë. Gjithë trupi im është i ngrohtë, i qetë, i butë. Unë jam gjithmonë dhe më i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Ja pra, që në këtë gjendje të qetësisë, unë mund t'i them vetes time dy fjalë ndaj dëmshurisë. Qofsha unë i butë me vetveten time. Qofsha unë ai person që mund të jetë gentil me vetveten e tij.
Qofsha unë i butë ndaj dhimbjes time. Qofsha unë ai person që lejon dhimbjen në vetveten e tij dhe shikon dhimbje në të gjithë personat përreth tij. Qofsha unë ai person që akceptoj, lejoj krejtësisht e vetveten time, ashtu siç jam. Qofsha unë ai person që lejoj të jem ai që jam, me të gjithë dhimbjet e mia dhe me të gjithë ato pjesët e mia. Qofsha unë ai person që të ndaj dhe mëshuri ndaj vetes time dhe ndaj të tjerëve. Qofsha unë ai person që të lejoj të kem dhe mëshuri për veten time dhe për të tjerët. Të kem dhe mëshuri për veten time dhe të tjerët. Të kem dhe mëshuri ndaj njerëzve të mi. Të kem dhe mëshuri ndaj prindërve të mi. Të kem dhe mëshuri ndaj fëmijëve të mi. Ma të kem dhe mëshuri për vetveten time. Qofsha unë ai person që lejon të përqafoj vetveten e tij. Qofsha unë ai person që lejon të përqafoj vetveten e tij. Ja pra, që ushtrimi i autohipnozës dhe mshurisë ka rritur në fund. Përsërit në mendjen tënde gjatë ditës këtë mantra: qofsha unë një person i lirë nga dhimbja.